Ndalimi plot I pirjes së duhanit pothuajse në të gjitha hapësirat publike, në objektet e institucioneve shëndetësore, arsimore edukative, në të gjitha llojet e transportit publik, në kafenet që nuk janë të hapura nga të trija anët, as në terene sportive, qofshin të mbyllura apo të hapura, si dhe nuk do të lejohet asnjë lloj reklame jo vetëm në mediat tradicionale, por as në ato online. Ndalimi vlen edhe për personazhet publike dhe influencerët, të cilët nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë të promovojnë duhanpirjen, produktet apo pajisjet për duhan. Këto ndryshime ligjore parashihet të hyjnë në fuqi nga 1 marsi, por çfarë mendojnë qytetarët për to? Pa çojë ako vlezën negdje në kë restoran da pije kafe ili kështu, po morë zapali cigar. Znači ne dozvoljeno. I na autobus što čekaš ne smeš da zapališ cigar. Nadvor da si ne smeš. Pa I doma da dojde da te sudi barem, da te zapališ I doma. Ko nekoga smeta, neka vleze unutra, ima terasa kaj da se puši. Сега за jedan, dvojica što ne pušat, drugите pušači ne treba da pušat. To ne čin tako. Zakon ne je to zakon. Të tjerët na thanë se janë pro këtij ligji, edhe pse vet ishin duhanpirës. Nemam protiv, ako sam pušač, znači treba da ne se puši, međutim da ne me diskriminira mene, neka mi napravi prostor во кафечето, јас да си седнам, како што сега законот, нели да можам да си пијам кафе, да се уживам во моето задоволство, да се напијам, нека има друга просторија за непушачи, ја нема да загрозам таму. Ја мислам дека треба да постои, затоа што ние наштетуваме на непушачите. Значи сите, еве, кафичи, јас знам дека сите сакаме со кафе цигар, еве, јас сум пушач. Ама, па многу штетиме на тие непушачите. Мислам дека е добар. Види што е. Ова е едно од најлошите нешта. Никаде го нема во свет ова. Сум бил во неколку држави, ова не може да биде вака. Ма нигде не би требало да пушиме и таква работа. Јас сум против пушењето, али ете видиш, сум се адаптирал на тоа, не сум се прилагодил. Ali se trude maksimalno što pomalo da pušam I takva работа. Drejtori I Fondit Shëndetësor Sasho Klekovski nëpërmjet një shkrimi në rrjetin Twitter bëri të ditur se duhani do të ndalohet në makinë private nëse në të ka fëmijë. Ai po ashtu paralajmëroi gjoba të larta deri në 5.000 euro për kompanitë, 100 deri 300 euro për qytetarët në vend. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik para disa ditësh tregoi se 45% e popullsisë së rritur në vend pi duhan, ndërsa për fëmijët të moshës 15 deri 16 vjeç, cigaret përdoren nga 37.4% e djemve, ndërsa 40.3% përdorin cigare elektronike.